Komentimi përsosur I Kuranit. Gjuzi I 29. Sure El Insan. Ajetet nga 23 deri te ajeti 26. Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. Tasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa min al-layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Në të vërtetë ne ta kemi shpallur Kuranin ty hap pas hapi, prandaj ki durim për vendimin e Zotit tënd dhe mos dëgjo asnjë gjunahçar apo jo besimtar prej tyre, përmende emrin e Zotit tënd në mëngjes dhe në mbrëmje, në një pjesë të natës bëj sejdë atij dhe natën fali u gjatë atij. Komentimi. 5 urdhra të rëndësishëm për sukses. Ajetet e mëparshme të kësaj sureje diskutuan për krijimin e njeriut, për eskatologjinë dhe ringjalljen e tij, kurse ajetet e reja flasin për profetin Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, për urdhrat që I jepen për udhëzimin e njerëzve, si dhe për durimin dhe qëndresën në këtë udhë. Në realitet, këto ajete tregojnë rrugën e arritjes dhe të përvetësimit të të gjitha këtyre begative të pashembullta, të cilat realizohen vetëm duke mësuar Kuranin, duke pasuar profetin e Islamit, profetin Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe duke u frymëzuar prej urdhrave të tij. Ajeti 23 thot, në të vërtet, ne ta kemi shpallur Kuranin ty hap pas hapi. Disa komentues fjalën tenzile e përdorin për të treguar zbritjen graduale të Kuranit. Disa të tjerë e kanë konsideruar si tregues për madhështinë e pozitës së këtij libri qiellor dhe një mundësi mbi zbritjen e Kuranit nga ana e Allahut, duke pasur parasysh edhe theksimet e tjera të përmendura në ajet me anë të mjeteve gramatike si pjesëza inne për emrin ne dhe fjalia emrore. Kjo është një përgjigje ndaj atyre personave që akuzonin profetin e Islamit, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, si magjistar, orakull, shpifës ndaj Allahut. Më pas ajeti I shpalos profetit Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, 5 urdhra të rëndësishme. Urdhri I parë është thirrje, përdurim dhe qëndrueshmëri në rrugën e kumtimit dhe zbatimit të dispozitave të Zotit, prandaj ki durim për vendimin e Zotit tënd. Mos u tremb nga problemet, nga pengesat e mëdha gjatë rrugës, as nga numri I madh I armiqve dhe as nga kokforcia e tyre, por vazhdo rrugën tënde. Duhet të kemi parasysh që urdhrin për qëndres në fjalën, prandaj ki durim e konsideron rrjedhoi të zbritjes së Kuranit nga ana e Allahut për shkak të lidhjes fe të pasojës. Kjo do të thotë se, meqense Allahu është mbështetësi yt, patjetër bëj qëndres në këtë rrugë fjala Rabbun, kujdestari përcjell të njëjtin kuptim. Në urdhrin apo rekomandimin e dytë drejtuar profetit Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, thuhet: mos dëgjo asnjë gjunahçar apo jo besimtar prej tyre. Urdhri I dytë përforcon urdhrin e parë, I cili thotë se armiqtë e Islamit përpiqeshin që përmes mënyrave të ndryshme ta detyrojnë profetin Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, të bëjë kompromis me fallsitetin. Transmetohet se Atabe ibn Rabia dhe Walid ibn Mughira I thoshin profetit të nderuar të Islamit, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, të hiqte dorë nga thirrja e tij. Për këtë ata do t'i jepnin shumë pasuri dhe do ta martonin me vajzat më të bukura arabe, po ashtu ata I bën edhe propozime të tjera të ngjashme, por profeti Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, si një udhëheqës I vërtet, do të tregonte qëndresë dhe durim përballë këtyre cytjeve, djallëzore apo kërcënimeve. Përballë qëndresës së profetit Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, kundërshtarët e tij dështojnë plotësisht. I dërguari I Islamit, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, asnjëherë nuk u dorëzua, por ajeti thekson rëndësinë që ka kjo çështje për ta treguar profetin Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, si shembulltyr për prijesit e tjerë të udhës së Allahut. Fjala mëkatari ka një kuptim të përgjithshëm dhe përfshin paganin dhe jo besimtarin, prandaj përmendja jo besimtarit është si përmendja e të pjesshmes pas të përgjithshmes dhe në funksion të përforcimit. Durimi dhe qëndresa përballë këtyre vështirësive të mëdha nuk është gjë e lehtë dhe te I kalimi kësaj rruge ka nevojë për parapërgatitje të posaçme. Për këtë arsye, në ajetin vijues si urdhër I tretë shtohet përmende emrin e Zotit në mëngjes dhe në mbrëmje. Urdhri I katërt dhe I pesë deklarojnë se në sajt të atij dhikri të kësaj sejdëje dhe madhërimi sigurohet fuqia e nevojshme dhe forca shpirtërore për të përballuar vështirësitë e kësaj udhe. Fjala bukron tregon fillimin e ditës, kurse fjala esila fundin e saj.
Disa dietarë kanë thënë se kjo fjalë përdoret për të treguar fundin e ditës, nga që ajo vjen nga rrënja aslun e cila tregon se fundi i ditës shënon fillimin e natës. Janë disa raste që tregojnë se fjala asil përdoret për të shënuar kohën midis së drekës dhe darkës, ashtu si dhe disa shprehje të tjera tregojnë se asl i thuhet edhe fillimit të natës, sepse atë e kanë interpretuar si el ashi, ku fjala el ashi tregon fillimin e natës. Dy namazet e akshamit dhe të yatsis quhen ishain, madje ka disa thënie sipas të cilave fjala el ashi përfshin periudhën kohore nga dreka deri te mëngjesi i ditës së nesërme. Por duke pasur parasysh që fjalës asil në këtë ajet i është vendosur përpara fjala bukron, mëngjesi, dhe pas saj është folur rreth adhurimit të natës, bëhet e qartë se ajo tregon pjesën e fundit të ditës. Sidoqoftë, këto dy ajete shprehin se qoftë ditë apo natë, Allahu duhet të adhurohet dhe duhet të falënderohet pa ndërprerë. Disa komentuese kanë interpretuar këtë shtrirje kohore si 5 vaktet e faljes, plus namazin e natës ose veçanërisht namazi sabahut i ikindis i akshamit dhe yatsis, por kuptimi i dukshëm është ky. Këto namaze janë pjesë e kujtimit dhe e madhërimit të vazhdueshëm të Allahut, si dhe e sejdës në praninë e shenjtë të Tij. Shprehja lejlen tawile tregon se në një pjesë të madhe të natës duhet të madhërohet Zoti. Në një hadith të transmetuar nga Ali ibn Musa er-Rida, tregohet se kur e pyetën se çdo të thotë ky madhërim, ai ka dhënë këtë përgjigje: bëhet fjalë për faljen e natës. Edhe pse ky komentim mund të mos jetë plotësisht i qartë, duhet të theksohet se falja e natës ka një ndikim të jashtëzakonshëm në përforcimin e shpirtit të besimit, të fisnikërimit të shpirtrave, si dhe të ruajtjes së gjallërisë së vullnetit të njeriut në udhën e shërbimit ndaj Allahut. Hulumtim. Duhet të kushtojmë vëmendje 5 urdhrave që përmenden në ajetet e lartë përmendura, të cilët ndonë se janë përmendur si program praktik për profetin Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Realisht janë model dhe mësim për të gjithë ata që fillojnë të ecin në rrugën e udhëheqjes shpirtërore dhe njerëzore të shoqërisë islame. Pas bindjes së plotë të palëkundur në qëllimin dhe misionin që kanë, ata duhet të tregojnë durim dhe vullnet të hekurt dhe të mos tremben nga vështirësitë e mëdha në këtë udhë, sepse udhëzimi i një komuniteti, sidomos kur ka përballë individ të pandërgjegjshëm, armiq të përbetuar dhe kryeneç, kjo udhë gjithnjë do të jetë shoqëruar me vështirësi tepër të mëdha. Nëse mungon vullneti dhe durimi i prijesve, asnjë mision nuk do t'jarë i qëllimit. Ata nuk duhet ta shesin veten e tyre as të lejojnë të kaplohen nga frika dhe kërcënimet, ndonse djajt përpiqen të devijojnë prijesit dhe udhëheqësit me anë të dinakërive dhe mashtrimeve të shumta. Për të përftuar forcën shpirtërore, vullnetin e kalitur, motivimin e palëkundur dhe vendimin monolit, duhet ta kujtojmë Allahun çdo mëngjes dhe mbrëmje, ta vëmballim në altarin e Tij, veçanërisht të frymëzohemi nga adhurimet gjatë natës. Nëse këto çështje zbatohen, fitoria është e pashmangshme. Nëse disa prej këtyre parimeve shkelen, do të ndodhë ndonjë fatkeqësi, rregullimi i tyre sërish bëhet vetëm në ndritën e këtyre parimeve. Programi i jetës së të dërguarit të Allahut, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, thirrja dhe misioni i tij janë shembull për rrugëtarët e kësaj udhë.